Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fillimisht, lutim Allahun e madhëruar që të na ketë pranuar agjërimin e kësaj dite dhe ditëve në vazhdimsi. Të nderuar të pranishëm, të nderuara personalitete nga qeveria, të nderuar personalitete nga subjektet politike, të nderuara organet e sigurisë e Kosovës, policia e Kosovës, FSK, të nderuar artist, profesor, mjek, biznesmen, të nderuar hoxhallar, personalitete e figura publike që keni pranuar ftesën dhe keni ardhur nga të gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Ju faleminderit që sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit po ndëroni konakun e hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqit dhe familjes së tij. Fillimi me imbar është fillimi me fjalën e Allahu xhelle shanu. Andaj ftojmë hoxhën vëllaun ton Musa Brava që të na lexojë një pjesë të shkurtër nga Kurani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
Allah e shpërbleft. Të dashur të pranishëm, dëshira është që t'ju japim fjalën e rastit disa personaliteteve, edhe pse kohën e kemi të limituar për shkak të namazit të taravive që kemi shumë shpejt, por nuk mundem disa pa i dhënë fjalën. E ftojmë në fjalë rasti miftiun e Tiranës, imamin e xhamisë më të madhe në Ballkan, derisa të ndërtohet xhamia në Prishtinë. Hoxhën Bilal Teqja. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falenderoj Zotin që na mundsoi të arrijmë këtë Ramazani dhe me gjithë shpirt bashkë me ju e lut Allahun xhaleshanu që siç na mundsoi të arrijmë këtë muaj të bekuar, na mundsoi për kushtimin në këtë Ramazan, për kushtim maksimal siç i ka hije një besimtar i të mirë, dhe lut Allahun që të na i pranoj veprat e mira, inshallah për këtë Ramazanit dalim më të mirë se ç'kemi qenë përpara Ramazanit dhe inshallah me veprat pranuara e me mëkatet falura. Hoxhën e madh, doktor Shefqetin, e falenderoj nga zemra për ftesën, me shumë kënaqësi kemi ardhur, edhe e ndjej veten shumë mirë teksa ndodhem midis gjithë tyre vëllezërve të dashur, hoxhallar, miftiler, faktorë dhe aktor shumë të mëdhenj dhe pozitiv në shoqërinë tonë, nga arti, nga politika, nga biznesi, dhe të gjithë me një qëllim in uridu illa al-islaha mastata'at, secili në fushën e vet, edhe aty ku operon, duam përmirësimin edhe rregullimin në këtë shoqëri sa të mundemi, përpiqemi, elhamdulillah. Ku ka gjë më të bukur? E teksa neve nisim Ramazanin dhe shikojmë që xhamit janë plot, me besimtar, frekuentohen me të rinj dhe të reja në mënyrë masive, për Zotin që është një dhe një vetëm, jam i bindur që gjithë secili prej nesh këtu, por edhe të tjerë që nuk janë prezent, sadopak jemi sebeb për këtë gjë dhe kjo është madhështore, elhamdulillah. Elhamdulillah. Zoti ju shpërbleft gjithëve dhe Zoti ju nderoft për aq sa përpiqeni për mirë, për aq sa mundoheni. Ne si hoxhallar të paktën flas tek fusha jonë. Puna e hoxhës nuk është vetëm thjesht falet në xhami edhe të lexoj Kur'anin ose po themi të marrin nxënësit dhe t'i mësoj Kur'anin nxënësve. Kjo patjetër që është, s'bëhet fjalë. Por puna e hoxhës sot ka kalu, domethënë, më shumë se sa kaq. Dhe ja ku janë hoxhallarët, vëllezërit e mi prezent, që pasha Allahun nuk ka hapësirë mirësie edhe nuk ka hapësirë në shoqëri që mund t'japin kontributin e tyre mos ta japin, vallahi. Sa e sa herë na ka qelluar neve që ne përpiqemi të pajtojmë midis njerëzve, konflikte shumë të mëdha edhe konflikte që mund të përfundojnë edhe në përfundime katastrofike. Sa e sa herë përpiqemi neve që të zgjidhim çështje, raste, halle, siklete, edhe gjithë ditën edhe gjithë natën hoxhën e ke në këtë mision, elhamdulillah. E pra vëllezër, Zoti i shpërbleft të gjithë ata cilët përpiqen për mirë edhe të gjithë ata cilët mundohen në këtë shoqëri të përmirësojnë me sa munden. Është kënaqësi e madhe të jem sot këtu, edhe faleminderit shumë edhe për fjalën që më dha rasti domethënë të flas midis gjithë këtyre vëllezërve të privilegjuar. Allahu ju shpërbleft për respektin. Edhe të ndaj diçka për vllajën tim edhe hoxhën, doktorin, për aktivitetin e tij të madh në fushën e fesë. Zoti e shpërbleft edhe Zoti e nderoft, se është shembull i madh dhe shembull i mirë për të gjithë ne që jemi edhe me moshë pas tij. 55 libra, subhanallahu. 55 libra, domethënë një kontribut jo i vogël, goxha i madh. Hoxh, edhe për gjithë aktivitetin, Allahu ju nderoft, Allahu ju bëf sebeb edhe më shumë për mirë, Allahu ju lartësoft emrin në dynja dhe në ahiret juve dhe kushdo që punon për fenë e Allahut edhe për kombin.
Faleminderit shumë edhe respekt për gjithë. Ju kërkoj ndjes për kohën. Zoti ju nderoj. Allah shpëleft hoxhën edhe për kohën që në kursej. I rritën në Dugaxhin, që në kështu jemi mësu me atë shprehjen pa plak s'ka konak. E kemi Basen Rahman Lajqi, jo vetëm plak i Rrugovës, po i tërë Kosovës, andaj e ftojmë Basen Rahman për një fjalë rasti. Përveç Basen Rahman edhe Haxhi Rahman, po na jemi mësu me thirr vacë. Të nderuar pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Për me kursye kohën do me dhanë një letër njoftim të shkurt për doktorin, unë i thom një meti i këtij kosë. Çdo njeri kur lind me grusht të mbyllur. Gjithë ato që e përcjellin hoqët, ose kush do tjetër shkon me shplakat qelun. O ardhë me duar thata, edhe po shkon me duar thata. Çka po jetë pas atena? Po jesën veprat. Unë sonte, po edhe ju tonë pranishim, nisim me i njeh veprat e doktor Shefqetit, s'kishim mujtë mu ardhën s'kaj. Por, e di qaj që është koni unt, e ka lyp bukë të doktor Shefqeti, ja ka dhanë bukën. Ati që ju ka nevojë të ndihma, ky s'është kursye as një moment për m'ia dhënë ndihmën. Por edhe kur o kanë koha, për me i thonë veti, du mu bon viktim për rujtjen e trojeve shqiptare, popullatës ajo kon i gaqë. Po ja lëtëzojnë zemër tina që ja i ki pas qef, edhe këtu mu pri më unis një aksion që kombi shqiptar me e pas një krye qytet, me e pas një president, me e pas një qeveri, po me e pas një siguri, policin edhe ushtrin. E di që mos e arrit që to, ky edhe në tonë që jem qëtu, nuk e kem krye amanetin tonë. E kom një amanet për rini. Rinia jonë, ajo me shqiptarit është ardhë. Ju ini ty e ndalë zjarmin e ajo me shqiptarit. Ini ty u kursu për me lejnë thmi. Nena duhet kombit shqiptar, i duhet numri. E ju deputet që një qëtu, po ju thomë, boni e një ligjë që landa fetare me hine për shkolla. Nuk duhet arsimtari me mësua që është do të më shkua në gjami i kem hoxalartë. Po mi mësua që nuk duhet me marrë drogën, nuk duhet me rajt, nuk duhet me vjedh, nuk duhet me trastua. Qështu mundet me bon vetëm një njeri cili e një fen edhe një zotin. Zoti ju rujt, Zoti e bekoft trojet shqiptare, Zoti e bekoft komin shqiptar. Në krye, faleminderit shumë që na ke bon mundësin me konson të para jush, i pa përgaditun, por ata që ka dita me zemër. Se kanë thonë, morë që mi tha dikonin me dasht me zemër, ajo ndalet. Dikonin me dasht me men, ajo harrohet. Po që ato që je duesh me shpirt, ajo asë ndalet, asë harrohet. Unë ju dua me shpirt, edhe tonë me që i njëson të qëtu. Selam aleikum. Ta njëftojmë për një fjallë rasti, zëvendës Ministri i Pushtetit Lokal, Zotri Arber Vokri. I Zoti Shpis, i nderuam Hoxh Shefqet Krasniqi, të dashën vllazën xhamat, kolegë të profesionit, kolegë të politikës, të angazhimit shoqëror, gjithë ju të pranishëm, kënaqësime që në mesin tuaj, se cilën herë. Ka njerë këto fjalimet janë si ose artikuj që shkruan, ose deklarata që bën ka njerë, ose veprat letrare e tjera, gati si fëmija. Fëmija del për prindve, edhe merr rrugën e vetë, edhe mandej kuptohet në mënyra të ndryshme,
prej atyne me cilët interagon. Kështu që kësaj here, do të përmbahem për naj deklarimi përmbajtësor. Misioni jonë do të me qenë me kontribu e përmendje edhe imami i namazgjasë Tiranës në përmirësim shoqërisë, kudo që të mundemi. Kjo vlen edhe, ndoshta sidomos, për ata që janë në politikë. Mirë po duket sakrilezh në herë nëse dikush e tregon që atë angazhim për të mirën e ka prej bindjeve fetare. Mesazhi jam do të ishte që kudo që ndodhemi, po me qenë kujdesshëm, po në njëjtën kohë edhe të dhënën mas atij qëllimit që me transmetu këta që kemi brenda, që të krijohet një ambient ku nuk do kemi njerëz çuditshëm, njerëz dashamir, njerëz që nuk bojnë kompromis me të keqen, edhe që e thojnë ato që e kanë të mësuar prej tauhidit, edhe prej përvojës jetësore në këtë popull. Faleminderit, Allah shpëleft. Dëshira është të disave më jap fjalën. Nëse ma kursen dhe ka pak kohë, boni mirë. Ftojmë për një fjalë rasti, përshëndetse, deputetin Mergim Lushtako. Selamu alaikum për gjithë vëllezërit nga Kosova, nga Shqipëria, nga Turqia, edhe gjithë ata të cilët ndoshta s'pata rasti më njoftu, po besoj që anë mbam trojve shqiptare kemi vëllezër këtu, dhe më vjen mirë që me shumicën vetëm se po nifna, janë fytyra shumë të njohura, kështu që një falënderim i veçantë për vëllaun ton, hoxhën e nderuar, Dr. Shevqet Krasniqin, që po na bën bashk në këtë Ramazan, që po jap kuptim përveç edhe promovimeve të librave, edhe bashkimin e vëllezërve anë ban Kosovës. Me të vërtet shumica e parafolësve vetëm thanë shumë këtu edhe për organizimin, edhe për Dr. Shevqet Krasniqin, edhe për përgjithësi për rëndësinë e frymës të unitetit edhe për çështje fetare dhe kombëtare. Sigurisht që ne kemi një privilegj të veçantë që sikur hoxhën Dr. Shevqet Krasniqin edhe shumë hoxhallar të tjerë që kanë kontribuar për çështjen kombëtare, për çlirimin e vendit, por gjithashtu kanë kontribuar për formësimin e gjeneratave të reja. Mesin tyre jam krenar që jam edhe unë edhe xhamat i hoxhës Shevqet, po dhe shumë hoxhallarëve të tjerë, që përmes formësimit që kemi mësu edhe nga ligjëratat të ndryshme, jemi mundu që të jemi kontribuens në pozita çfarë e kemi. Gjithsesi, pajtohen plotësisht që ne duhet të japim rëndësinë atu ku jemi dhe për kushtimin maksimal, por e kam mësu gjithashtu nga feja që feja është edhe e ka një institucion shumë të rëndësishëm që është konsulta. Kështu që në çdo hap të jetës tonë, sigurisht që kemi përnder që kemi njerëz të dijes, edhe çështje fetare, kombëtare, por edhe profesionale që mund të konsultohen vazhdimisht në hapat tonë për një avdhej më të mirë, për një shoqëri më të mirë. Faleminderit hoxh që u bënë sebeb për gjithë këtë organizim. Selamun alaikum. Allah shpëlef, faleminderit. Tani vazhdojmë radhën të Hani Lezit, zotëri rrefqësuar e kemi këtu. Për një fjalë rasti, një fjalë përshëndetse. Selamu alaikum. Shfrytëzoj rastin që t'ju përshëndes të gjithëve, e në veçanti profesorin Dr. Shevqet Krasniqin që u bë sebeb që ne jemi bashkë të sonte në këtë iftar. Gjithashtu e përgëzojmë edhe për promovimin e këtij libri dhe librave të mëparshëm që Dr. Shevqet jo vetëm tani, po vazhdimisht në Ramazan bën promovime të librave, duke i dëshiruar shëndet dhe shumë suksese të tjera. Faleminderit shumë. Allah shpëleft. Për një fjalë rasti ftojmë deputetin Eman Rahmani. Selamu alaikum. Është nder edhe kënaqësi çdo herë me qenë pjesë dhe me qenë i ftuar prej hoxhës Dr. Shevqet Krasniqi në iftaret edhe aktivitetet të cilat i bën. Arbëri po më duket zguzofti me fol prej trompit, veç nuk kallëzej, se
tynet majtve, ja u ka prej kom të hoxha, s'po guxojnë shumë mas me fol. Faleminderit hoxha edhe për mundësin, ju baqë bo mirë iftari edhe agjerim pranu shumë gjithve inshallah edhe këto aktivitetet e ibadetet që i kemi gjatë i mujit. Shqyqyr hoxhë që nuk është fushat zgjedhore se paret kishëm jep, me ne jep fjallin këti me dalë, po mirë kemi përtu të. Edhe ndrojmë pak vej politike, ftojmë vllahun tonë, Borim Piraj për një fjalë rasti, përshëndetse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Është kënaqësi me qenë prezent këtu në mesin tuaj vëllezërit e mi. E falenderoj doktorin që nuk na harron, na bashkon, na bën bashk. E lusë Allahun t'ja pranon gjithëve agjerimin. E lusë Allahun që të vinë ditë të mira për ne, po e lusë Allahun edhe për vëllezërit tonë në Palestinë, në Libi, në Siri, në Liban, në Etiopi, Sudan dhe ku do në botë që po vuajnë vetëm pse janë muslimanë. Mos t'i harrojmë lutjet tona, lutemi edhe për ta, ne s'paku, po bëjmë iftarin shumë të mirë, po kemi çka me hangër, po shohim se ka vujtje shumë, e lusim të madhin Allah që vujtjet lehtësohen dhe të mbretëroj paqja dhe liria ku do në botë. Vëllezërit e mi, unë nuk po zgjas më shumë, është kënaqësi me qenë në mesin tuaj. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah e shpëleft, tani ftojmë deputetin Burim Meta. Selamu alaikum, vëllezër musliman. Është kënaqësi të jam mesin e të nderuarve këtu dhe pa dashur me zgjat shumë, duke falenderuar dhe i dëshiruar jetë gjatësi asetit të botës islame në Kosovë, si që është Mulla Shefqet Krasniqi, uroj që të jemi bashkaresh kështu edhe atëherë kur është nevojë imediate për procese të ndryshme, edhe sociale, edhe shëndetësore, por edhe politike. Pa dashur të kemi këtu një dosë të kritikës, mirë po jo gjithherë, shumë herë po, por jo shumë herë, gjithherë jemi bashkë dhe bashkaresh kështu në mendimet tona, në veprimet tona, si që kërkohet. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Ftojmë për një fjalë rasti, kryetari i shoqatës së invalidëve të luftës, zotëri Gjevdet Qeriqi. Të nderuar hoxhallar, të nderuar gjithë ju pjesëmarrës, nderuar hoxh doktor Shefqet Krasniqi, në emrin tim edhe të shoqatës së invalidëve të luftës, të falenderoj për ftesën që na ke bënë, na ke bashkuar sonte në këtë iftar, përgëzoj për librin, për promovimin e këtij librit, edhe të falenderoj për kontributin që e ka dhënë çdo herë sa herë që kemi pas nevojë ne si shoqata e invalidëve të luftës. Faleminderit shumë për zgjedhjen. Të dashur të pranishëm, sonte kemi kënaqësinë të jemi së bashku në një mbrëmje të veçantë. Gjatë këtij iftari të begat, ku do të promovojmë një vepër me vlerë të madhe, librin Historia e pejgamberëve në Kur'an, në dy vëllime nga hoxha profesor doktor Shefqet Krasniqi. Ky është vetëm një nga librat e shumë të hoxhës, i cili ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në literaturën islame, duke ndriçuar mendjet dhe zemrat e besimtarëve me dije të dobishme. Në këtë libër sjell rrëfime të ndriçuara nga jeta e pejgamberëve dhe mesazhet e tyre për njerëzimin. Mesazhe që janë të përjetshme dhe të vlefshme për çdo kohë. Kjo mbrëmje bëhet edhe më e bukur me praninë e panelistëve të nderuar, të cilët do të ndajnë mendimet e tyre rreth rëndësisë së këtij libri dhe mesazhet që ai përcjell. Pa humbur kohë, më lejoni t'ju prezantoj panelistët tonë të nderuar, Hoxh Dr. Rasim Haxha, Hoxh Dr. Blerim Veliu. I ftoj panelistët që të zonë vendin e tyre. Ftojmë Hoxhën Dr. Rasim Haxha. Mikrofoni për ju është. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Allahun e falenderojmë për shëndetjet, lëvdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij dhe kapën për mësimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. E falenderojmë Allahun e lartësuar për nimetet e vazhdueshme dhe të panumërta dhe njëkohësisht e lutim atë që të mos na i merr prej mesit ton këto nimete për shkak të falënderimit të pakt që e bëjmë ne. Të nderuar o xhallar, efendiler, të nderuar të pranishëm, i nderuari profesor doktor Shefqet Krasniqi, i cili është bërë sebeptar që na ka mbledh sot këtu, jo vetëm për iftar, po edhe për një punë madhështore. Më lejoni që të drejtohem me 2-3 fjalë rreth asaj se çka kam lexuar dhe çka kam parë në veprën të cilën e kemi tash përpara historisë të pejgamberëve në Kur'an. Po paraprakisht, e lut Allahun e lartësuar që këtë vepër ta bëj të pranuar fillimisht dhe ta gjej në peshojën e veprave të tij vet autori, doktori i nderuar dhe shumë i respektuar, po njëkohësisht e lut Allahun e lartësuar që edhe unë të jam pjesë e këtij shpërblimi, edhe nëse me një hise të vogël për shkak të një mundi të pakët edhe një lodhje të vogël të cilën e kam bërë rreth këtij libri. Nuk ka privilegj më të madh për njerëzit që Allahu i lartësuar ja bën se sa me ju përgjigj një popull pejgamberëve të tij. Dhe pikërisht Allahu për këtë i dërgoi pejgamberët. Pastaj i nderoi kur ata atyre pejgamberëve ju përgjigjen populli, dhe pikërisht në mesin e këtyre popullve jemi edhe ne që ju kemi përgjigj ftesës së pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, e cila është vazhdimsi e të gjitha thirrjeve tek të gjithë pejgamberët e Allahut lartësuar. Mirë po, një element më shkoi në mend, harrova me e thonë fillim, ajo është se ky tubim që jemi sot këtu, e që jemi me ngjyrime të ndryshme etnike, me ngjyrime të ndryshme politike, ideologjike ta themi, mirë po na ka mbledh iftari edhe na ka mbledh njëri prej kushteve të Islamit. Edhe është përgjigje më e mirë ndaj atyre të cilët mundohen me e proklamu se Islami është përqaras, Islami është bashkues. Na ka bashku neve muslimanëve, mirë po na ka mësu edhe me bashkjetu edhe me ju muslimanët, edhe kjo është vlerë të cilën e kemi marrë prej Islamit edhe kemi përcjell derisa të jemi musliman. Unë me kënaqësi e pranova kërkesën e autorit, doktor Shefqetit, që ta lexoj këtë libër dhe aty këtu nëse ka nevojë ndonjë sugjerim, ndonjë propozim, sepse 4 sy shohin më ndryshe se sa 2 sy, të ja ofroj doktorit, i cili me gjokës të hapur dhe pa asnjë mëdyshje i pranoi të gjitha ato sugjerimet të cilat ne ja ofrojmë, edhe pse ishin të pakta, sepse vetë puna e cila është dalë në shesh tregon se pak ka nevojë për korrigjime edhe pak ka nevojë për përmirësime, se aq më tepër që doktori nuk e ka veprën e parë dhe nuk e ka librin e parë, mirë po kjo është vepra, një ndër 10 veprat e shkruara dhe 10 të tjera që nëse Allahu i jep ymër, i jep jetë, 10 të tjera të cilat do të pasojnë me lejen e Allahut të lartësuar. Por jam i pari që e kom lexuar këtë libër, para se me i rënë dorë gjithkujt, normal mas autorit. Gjithashtu, unë do t'i ndoj disa pika të shkurtra dhe pa u zgjeru shumë, sepse pa u zgjerova, kam frikë se mos po ja u jep ndonjë rezume më të gjatë për librin edhe mjaftoj me to, kështu që do të më lexoj librin. Mirë, po unë po i përmend pikat për më ju nxit me lexoj librin. Historitë e pejgamberëve të nderuar, o xhallar, vëllezër, janë historitë më të rëndësishme, sepse janë më të saktat. Ato kanë ardhur në librin më të sakt. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Kush flet më sakt se Allahu i lartësuar. E këto janë historitë të cilat i ka rrëfyer Allahu i lartësuar. Pastaj janë historitë më të rëndësishme, janë historitë për njerëzit më të mëdhej,
për njerëzit të cilët Allahu i dërgoi model, po janë të rëndësishme edhe për kohën tonë, sidomos në këtë kohë ku ka humb kriteri i modelit. Bo njerëzit, shumica e njerëzve sot marrin model njerëz pa kritere. Përderisa Allahu i lartësuar, pejgamber ka dërgu me kritere, modele, shembull për njerëzit me kritere. Ndërsa sot, më rëndësi është që ai përshtatët, ose a mundet me bo sikur se çush po bën filani, edhe ajo është pastaj modeli i tij. Gjithashtu është shumë e rëndësishme përzimja e jetës tonë me tyre. Na të nderuar vëllezër, nuk jemi edhe s'ka qenë historikisht njerëzimi që ka jetu vetë. Ka jetu me njerëzit, ka jetu i përzier. Domthonë varësisht se me kanë e përzin jetën, çka që dhe e ka vlerën. Ndërsa përzimja më e mirë e jetës tonë është përzirja me jetën e këtyre njerëzve të cilët janë njerëzit më të dashur të Allah. Për ata kemi nevojë shumë për librin, po edhe libra të ngjashëm që jetën tonë me e përzi me jetën e pejgamberëve të Allahut të lartësuar. Pastaj ato vlerësimin ose me thonë më mirë pikat kryesore rreth librit që do t'i përmendi, thash më herët që do t'i përmendi shkurtimisht. Në këtë libër autori i nderuar përmbledh historitë e të gjithë pejgamberëve që janë Kur'an. Nuk ka pejgamber që është përmend Kur'an, vetëm se tregimi për to është në libër. Pos kësaj, autori ja ka bashkangjit historinë edhe të disa personaliteteve për të cilët diskutohet sa janë pejgamber apo jo, sikur se Dhul-Qarneini, Uzejri të ngjashëm, edhe për ta ka folë. Pastaj ka folë edhe për disa popuj për të cilët dihet që kanë pas pejgamber, po nuk dihet se kush ka qenë pejgamberi i tyre, e ka ofru historinë, edhe e ka pasuru librin edhe me historitë e këtyre popujve të cilën Allahu e ka përmend si popull, po nuk e ka përmend se kush ka qenë pejgamberi i tyre. Pastaj, të nderuar të pranishëm, dihet fare mirë se historitë për pejgamberët në Kur'an janë të shpërndara. Shembulli më i mirë për këtë është historia e Musait alayhis salam. Por me marr vesh historinë e Musait, duhet me lexu krejt Kur'anin. Sepse një pjesë ose një segment i jetës së tij është në një sure, tjetri është në surën tjetër e kështu me radhë. Dhe kështu janë të shpërndom pothuajse të gjitha historitë e pejgamberëve, kështu Allahu ka dashur. Pos historisë e Jusufit alayhis salam, histori e cila është e mbledhur në një vend dhe në një sure. Ndërsa autori, doktori i nderuar, i sjell këto pjesë të tregimeve dhe i radhit shumë bukur në një vend. Pra, Kur'anin do të me lexu, ajo po dihet. Mirë, po me lexu për histori, ja është libri i cili na e lehtëson shumë me e kuptu historinë e pejgamberëve të cilën histori e kompleton autori dhe e sjell në një vend të vetëm, sikurse e përmendëm më herët historinë e Isait alayhis salam, e cila është e shpërndarë në sure të ndryshme, historia e Musait e historitë e pejgamberëve të tjerë. Gjithashtu autori është shërbyer me burime ndër më të saktat historike dhe të tefsirit. Dhe nisur nga kjo del që libri për nga saktësia i prek kogje shkallët e larta, duke i lënë anash tregimet e paverifikuara të cilat vijnë nga ehlul kitabi oseithtarët e librit, e të cilat autori shumë pak është shërbyer me to, mirë po është mjaftuar me tregime ose me pjesë të tregimeve të verifikuara. Pastaj, të nderuar të pranishëm, kur sa po e hapëm librin, e shohim që autori i ka bën një hyrje shumë të bukur. Një hyrje pa të cilën ndoshta libri do të ishte i varfër. Ajo hyrje e ka ndonë në 2 kapituj. Kapitulli i parë flet për krijimin e gjithësisë. Para se me fol për pejgamberët, si u kriju bota, si u kriju toka, si u kriju qielli, pastaj si u kriju dhe njeri. Krijesa e fundit në tokë dhe pastaj rrjedhja e pejgamberllokut si mision hynor në tokë. Kapitulli i dytë, njohuri rreth pejgamberëve. Para se të mësojmë historinë e pejgamberëve, shumë rëndësi të dimë rreth pejgamberëve, numrin e tyre, çka janë pejgamberët, dallimi mes pejgamberëve, ulul azm, pejgamberë të tjerë, pastaj nebi, rasul e kështu me radhë, të gjitha këto i keni në fillim të librit, që janë 2 kapituj që ja shtojnë bukurinë edhe e bojnë këtë libër shumë më të bukur dhe shumë më të pasur akademik. Pastaj autori sjell tregimin e plot
sipas mundësisë, për çdo pejgamber. Nuk e mbaron rrëfimin për një pejgamber pa u shërby me të gjitha pjesët e tregimit që janë pjesë të sakta ose i afrohen shumë saktësisë. Edhe këtu e bën në mënyrë kronologjike. Fillimisht lindja e tij, pastaj jeta para pejgamberllokut, pastaj jeta e tij si pejgamber dhe në fund edhe vdekja, po e pason gjithashtu edhe me gjendjen e popullit tek i cili është dërguar ky pejgamber pas vdekjes së pejgamberit. Gjithashtu autori sjell tregimet e pejgamberëve sipas renditjes historike që kanë ardhur këtë botë. Ademi alayhis salam fillimisht, pastaj Idrisi, pastaj Nuhu e kështu me radhë. Dhe këtu pastaj dalin do pika të rëndësishme. Pika e parë është se autori përmend sipas mundësisë distancat kohore mes pejgamberëve. Për shembull, sa është distanca mes Nuhit edhe Idrisit, sa distanca mes Ibrahimit alayhis salam edhe Musait alayhis salam, sa breza kanë kalu, çfarë ngjarje janë zhvillu, çysh popujt kanë deviju ose çysh kanë qëndru të udhëzuar. Pastaj i përmend kohët se kur u dërguan këta pejgamber. Nëse shoqërohet me ndonjë ngjarje të rëndësishme historike, ndonjë mbret, ndonjë mizor, ndonjë tiran, ndonjë burr të mirë kështu me radhë, i përmend të gjitha duke e kompletuar tregimin dhe duke e pasuruar dhe më tepër. Pastaj i përmend edhe vendet tek të cilët janë dërguar pejgamberët, mirë, po këtu e shton edhe një element tjetër, ajo është i përmend vendet me emrat bashkohor. Për shembull, kur flet Ibrahimi, kur flasin burimet e historisë për Ibrahimin alayhis salam, i përmendin disa vendbanime në Irak që janë inekzistente sot. Mesopotamia, pastaj ato shtetet që kanë qenë mes Tigrit edhe Eufratit, janë inekzistente, pjesa dërmuese atyre që nuk janë studiues të historisë nuk i din, ndërsa autori vjen këtu dhe e sjell parafërsisht ose nëse ka mundësi edhe e saktëson se ku është ai vendbanim sot. Në cilin rajon, në cilin qytet, në cilin pjesë. E kjo gjithashtu është një shërbim i madh për këtë libër dhe për tregimet që përmenden këtu. Pastaj gjithashtu e karakteristike e librit të nderuar të pranishëm është thjeshtësia e gjuhës që e përdor autori. Kjo e ka të bukurinë e vet, sepse nuk ka dikush, pavarësisht çfarë shtrese i përket të shoqërisë, vetëm se e merr librin edhe është në gjendje me e kuptu vet, pa u ndihmu nga askush. Edhe kjo ndoshta ka qenë qëllimi i autorit që libri më u lexu sa më tepër prej njerëzve dhe me qenë sa më i kuptueshëm prej gjithë atyre që e lexojnë. Kështu që nuk ka nevojë me marr ndihmës as përkthyes, as komentues të librit për me e lexu kushdo qoftë. Gjithashtu autori i ndërlidh tregimet e pejgamberëve me gjendjen aktuale. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë pak e bëj. Domethënë, pse po i mësojmë në tregimet? Pse doktori, Allahu rujt i dhoft të shëndet, 2 vëllime i ka sjell tregimet e pejgamberëve? Pse? Vetëm me lexu histori dhe me mbaru? Jo, po me marr mësim prej këtyre historive. E mësimi më i mirë është kur bëhet ndërlidhja e rrëfimeve ose pjesëve të rrëfimit pejgamberëve me situatën aktuale tonë. Për shembull, e përmend përbuzjen që kanë bërë pejgamberëve dhe pastaj e krahason me përbuzjen që ju bëhet sot atyre që e trasojnë rrugën e pejgamberëve dhe që thirrin në rrugën e tyre. Dhe sikur don thot autori që nuk ka dikush që ecën këtë rrugë vetëm se ka mu përbuz, ka mu etiketu, edhe ka mu shoh në mënyra të ndryshme. Pastaj sjell mësime dhe këshilla për tregimeve. E prej mësimeve që i sjell është insistimi në rrugën e drejtë. Sepse po i shikuam fazat fillestare të secilit pejgamber, nuk kanë qenë përgëzuese. Të më thonë, janë persekutu, janë largu prej vendeve tyne, pak pejgamber ka që i ka pranu populli vetë, që është në fillim edhe në start. E po gjykum si pas startit të jetës së tyre dhe punës së tyre, atëherë ndoshta edhe dikush nuk merr vullnet për me qëndru në rrugën e tyre. Mirë po insistimi i tyre e sjell fundin e lumtur. Sikur do të thotë autori, insisto ti në rrugën e pejgamberëve, pavarësisht sfidave, pavarësisht problemeve, pavarësisht atë që i kemi përballë edhe në anën tjetër, sepse fundi i lumtur do t'i përket atyre që janë në rrugën e pejgamberëve dhe hesin hapave të tyre. Mbi të gjitha, këto autori i nderuar e shpërfaq një element shumë të rëndësishëm,
Ajo është se nuk ka tregim të pejgamberve, vetëm se e nxjerr haptas dhe e përçon si mesazh shumë të qartë misionin e pejgamberve për cilin u dërguan. E misioni i tyre ishte wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Secili pejgamber i ka thonë popullit vet, adhuroni vetëm Allahun dhe largoni adhurimin të çdo kujt tjetër pos Allahut, domthonë formula la ilaha illallah. Dhe pikrisht ky është qëllimi kryesor pse rrëfehen tregimet edhe historitë e pejgamberve, që me mësu misionin e tyre, me kuptu se misioni i tyre çfarë ka qenë dhe se misioni i tyre ka qenë i njëjtë. Të gjithë pejgamberët e kanë pas të njëjtin mision, kanë thirrë në të njëjtat parime dhe në të njëjtat dispozita. Në fund, para se me përfundu me 2-3 fjalë, e lusë Allahun e lartësuar që doktorit tonë të nderuar, doktor Shefshetit, të jep Allahu jetë dhe të jep sabër që me shkru hala, që të shohim prap vepra dhe libra të bukur, sikurse qysh janë edhe këta, po pas gjithë atij leximi që e kam bën, e që unë jam kënaqur të e lexoj, po e tham kështu pa shaka, edhe po e tham shumë serioz. Jam kënaqur të e lexoj edhe kam përfituar shumë prej librit. Ndër lidhja, sjellja e tregimeve kështu me radhë, mirë po, përkundër bukurisë së librit, punës së madhe që është bën ato, prap libri mbetet në soaza të veprës njerëzore. Dhe çdo biri i Ademit i ka lëshimet, i ka gabimet, i ka vërejtjet që munden më ju dhon, sepse mbetet vepër njerëzore. Është interesant që Imam Muzeniu, nxënësi Imam Shafiut, thot e kam lexuar me Imam Shafiun librin e tij Risalen 80 herë. Bashkarisht e kemi lexuar. Sa herë lexojmë dhe ke fshinje që ton shkryje që ta. Edhe theke subhanallahu, po refuzon Allahu që mos më mbet asnjë libër i sakt 100% pos librit tina. E kështu që prap mbetet vepër njerëzore me të gjithat madhështinë që e ka, me të gjithat punë edhe atë mund të madh që është bërë në këtë libër, mirë po jam i sigurt në bazë të kontaktit që kemi pas me doktorin edhe muhabeteve që kemi pas përbashkëta, jam i sigurt që doktori me zemër të hapur i pranon të gjitha vërejtjet, të gjitha propozimet, sugjerimet e lexuesve, e kritikuesve letrar dhe ato vetëm sa e pasurojnë librin. Allahu ju nderoft që bëhet sabër me dëgju, inshallah nuk e kam zgjat. Këto janë shkurtimisht përshkrimi i librit, por ndryshe për me shiju mjaltin e librit duhet me e lexu. Allahu të shpërbleft edhe një herë doktorin nderuar që më bane pjesë të kësaj pune, e inshallah jam pjesë edhe e sevapit. Allahu të dhafë shëndet me nxjerrje dhe vepra tjera, ndërsa për fund e lusë Allahun e lartësuar që qysh na ka mbledh kështu, Allahu të na mbledh gjithmonë në punë të mira në këtë botë dhe të na mbledh në rahmetin e tij në ditën e gjykimit bashkarisht. Dhe të gjithë ne, familjarët tonë, dashamirët tonë, ata që i kemi dosh për hir të Allahut, na kanë dosh për hir të Allahut, mësuesit tonë, prindërit tonë dhe të gjithë besimtarët, Allahu të na fut në xhenet pa kaluar rreth xhenemit. O sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bashkëleft, tani ftojmë hoxhën doktor Blerim Veleu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I tërë falënderimi takon vetëm Allahut te bareke ve taala, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin rrugës së tij, ecin udhëzimit të tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht dua të them se që nga koha kur isha medresant dhe i shtyr nga ambicia për të kërkuar dituri, hoxha i nderuar doktor Shefqet Krasniqi ka luajtur një rol të madh në formimin tim. Prandaj dua të shpreh mirënjohjen time për të dhe ta falenderoj për kontributin e tij. Ai ishte dhe mbetet një model për mua në këtë rrugtim, andaj do ta çmoj gjithmonë. Po ashtu ndihem i privilegjuar që sonte jam në mesin tuaj për të promovuar veprën më të re të hoxhës së nderuar, historitë të pejgamberëve në Kur'an, e cila botohet për herë të parë në këtë muaj të bekuar. Historia është pasqyra që reflekton të kaluarën e atyre që ishin para nesh, duke filluar nga pejgamberët, sepse me ta nis historia e njerëzimit e më pas ajo e popujve dhe kombeve të ndryshme. Ajo shpjegon të tashmen dhe përmes saj frymëzohemi për të ardhmen. Prandaj, historia duhet të ruhet, të studiohet
dhe të përcillet brezave në mënyrë të saktë. Popujt që nuk kanë histori nuk ekzistojnë, sepse historia është themeli i tyre, ato jetojnë me të dhe zhduken pa të. Studimi i së kaluarës i jep njeriu përvojën e shumë viteve, veçanërisht duke pasur parasysh se jeta e njeriu është e shkurtër në krahasim me historinë e njerëzimit. Pikërisht për këtë, një nga historianët e hershëm musliman ka thënë, kushdo që e lexon historinë i ka jetuar të gjitha epokat. Nëse kjo është rëndësia e të studiuarit të historisë në përgjithësi, atëherë sa më e madhe është rëndësia e historisë së pejgamberëve, të cilët ishin promotorët e vlerave dhe virtyteve më të larta njerëzore. Me që jeta e tyre, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ta, ishte jeta e njerëzve më të përkryer, të cilët Allahu i lartësuar i zgjodhi me dijen dhe urtësinë e tij, duke i veçuar mbi të tjerët. Është domosdoshme që të njihemi me këto histori të bekuara, të cilat u frymësuan në mbikëqyrjen hyjnore. Historia e pejgamberëve është një kandil ndriçues për jetën tonë dhe një rrugë shpëtimi për umetin, duke ofruar udhëzim në përballjen me vështirësitë dhe sprovat si në botë në përgjithësi dhe në vendin tonë po ashtu. Për ta vërtetuar këtë, Zoti i plotfuqishëm pasi përmend një varg pejgamberësh në surën Al-An'am, duke theksuar veçoritë dhe virtytet e tyre, ai përmbyll duke thënë: "Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih." Ata të dërguarit ishin që Allahu i vuri në rrugë të drejtë, andaj ti merr shembull në udhëzim. Pejgamberët janë pishtarët që ndriçojnë rrugtimin tonë drejt Allahut, sa më e fuqishme të jetë drita e këtyre kandilave, aq më i lehtë dhe i sigurt do të jetë udhëtimi ynë drejt këtij qëllimi të lartë. Këto dhe shumë shkaqe të tjera, të cilat i nxjerr në pa autori, së bashku me theksimin e rëndësisë së historive të pejgamberëve dhe nevojën e kohës për të sjellë ato në vëmendjen tonë, e bëjnë këtë libër një vepër të veçantë dhe thelbësore në trajtimin e ngjarjeve të tyre nga perspektiva kuranore. Për më tepër, kjo vepër vjen nga një autor i shquar, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në thirrjen për në rrugën e Allahut. Me shkrimet e tij ai ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë të besimtarët shqiptarës kudo që ndodhen, duke ju ofruar atyre vepra që ngritin vetëdijen dhe forcojnë për kushtimin e tyre. Përshkrimi i autorit mbi dëshirën e tij për të rrëfyer ngjarjet e pejgamberëve dhe kurreshtjen për ta shndruar këtë pasion në vepër të shkruar, dëshmon edhe më shumë për rëndësinë dhe vlerën që ka kjo vepër. Motivi i përzgjedhjes dhe titullimi i veprës janë shumë të qelluar dhe në përputhje me burimet e Kur'anit dhe komentet e tij, e që autori i ka marrë si bazë të hulumtimit të tij. Po ashtu, tregimet përputhen me burimet historike të besueshme. Tematika e librit nuk është e panjohur për lexuesin shqipfalës, por ajo që e bën këtë vepër të veçantë është objektiviteti, interpretimi dhe trajtimi i historive të pejgamberëve. Autori rrëfen historitë e tyre sipas radhitjes në Kur'anin fesnik, duke u fokusuar te ngjarjet më të rëndësishme dhe duke i trajtuar ato bazuar si në komentet kuranore të përmendura nga dietarët, ashtu edhe në interpretimet e historianëve të ndryshëm. Gjithashtu, përkujtimi i ngjarjeve të tyre, modeli që ata ofrojnë dhe ndërlidhja e këtyre ngjarjeve me realitetin e sotëm janë elemente kyçe të cilat e veçojnë këtë libër. Këtu do të veçoja rrëfimin për Nuhun a.s. kur populli i tij kishte humbur motivin dhe modelin e duhur duke rënë në shirk. Atëherë Zoti e dërgoi Nuhun a.s. për të ftuar popullin e tij në adhurimin e Zotit të vetëm dhe duke i mohuar zotat e tjerë. Duke e ndërlidhur
këtë ngjarje me aktualitetin, autori citon: Subhanallah, tu atërheqësh vretën njerëzve nga rruga e keqe, ti mësosh dhe ti këshillosh për të mirë, të konsiderojnë të prapambetur, të devijuar, të humbur, madje ndoshta edhe të morë. Kjo gjendje vazhdon e njëjtë edhe sot. Thirrja në rrugën e Allahut është e njëjtë, ka një qëllim dhe shumë e ngjashme mes të gjithë thirrësve në atë rrugë. Madje në parim është një, ama edhe kundërshtimet apo përgjigjet e dushmanëve të Allahut thuajse janë po ashtu të ngjashme. Shiko e krahaso kundërshtimet e popullit të Nuhut dhe të atyre që i kemi ne sot. E sheh se sa ngjashmëri të madhe kanë në mes vete, përfundon citati i autorit. Në mënyrë të ngjashme, autori vazhdimisht thekson mendimin e tij, duke ndërlidhur ngjarjet e pejgamberëve me aktualitetin dhe duke dhënë këshilla në lidhje me to. Metodologjia e përdorur nga autori e bën më të thjeshtë qasjen në historitë e pejgamberëve, zgjon kurreshtjen e lexuesit dhe i përshtatet të gjitha niveleve të lexuesve. Ky libër është i ndarë në kapitull logjik dhe lehtësisht të ndjekshëm. Ai ka një hyrje të strukturuar mirë dhe një përfundim që përmbledh idetë kryesore. Pas parathënies, hyrjes, diskutimit mbi rëndësinë e librit, ndarjen e tij dhe metodologjinë e punës, autori sjell kapitullin e parë mbi krijimin e gjithësisë, ku trajton debatin rreth krijesave të para, fazat e krijimit dhe krijimin e njerëzit të parë Ademit alayhis salam, së bashku me ngjarjet që lidhen me të. Më pas autori vazhdon me rrëfimin e pejgamberëve të tjerë dhe historitë e tyre. Metodë kjo që lexuesit i jep një imazh të qartë rreth përmbajtjes së librit në vazhdim. Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë vepër është fakti se ajo është një shkrim autorial dhe jo një përkthim siç jemi mësuar të shohim zakonisht. Kjo i jep mundësinë autorit që historitë e pejgamberëve të përshkruajë në një metodë që i përshtatet mentalitetit të vendit. Dhe kjo është pikërisht çka autori ka arritur ta realizojë në veprën e tij. Originaliteti i autorit në shtjellimin e çështjeve fetare dhe trajtimin e tyre, po ashtu e bën të veçantë metodën e tij në trajtimin e rrëfimeve të pejgamberëve. Niveli shkencor i trajtimit të burimeve dhe ngjarjeve të pejgamberëve është shfaqur kënaqshëm dhe i thjeshtësuar mjaftueshëm. Referencat e përdorura janë burimore dhe në përputhje me rregullat e shkencës përkatëse. Për këto dhe shumë arsye të tjera, të cilat nuk mund të përmenden të gjitha në këto pak minuta, kjo vepër meriton një vend të veçantë në bibliotekën e çdo lexuesi. Ajo nuk është thjesht një libër, por një dritare e çmuar drejt jetës dhe mësimeve të pejgamberëve, duke na ndihmuar të frymëzohemi nga rrugtimi i tyre dhe të marrim udhëzimin e duhur për jetën tonë. Elos Allahun te bareke ve teala që hoxhës tonë t'i dhuroj shëndet dhe mbarësi, që të vazhdoj të sjellë për neve vepra të tjera të cilat do të na shërbejnë për të pajisur me një huri të dobishme. Lutemi gjithashtu që Allahu ta bekoj punën dhe angazhimin e tij dhe që Allahu t'i jep bereqet dhe mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe lusë Allahun te bareke ve teala veprën të cilën e kanë zjerë në dritë për ne, ta bëj argument për të në ditën e gjykimit, dhe lusë Allahun te bareke ve teala që nga kjo vepër e shkëlqyer të përfitojnë të gjithë ata të cilët e lexojnë këtë vepër. Allahu i shpërbleft për ndëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Falenderojmë panelistët për këto vlerësime të bukura dhe frymëzuese e motivuese. Para se t'japim fjalën autorit të veprave, ftojmë ilahistin për një ilahie, Besart Berisha. Falënderit Zot për nurin që na i dhe.
Falemderit për këtë dine, këtë iman, për hoxalarët udhre fys në gjdo zeman. Si kur lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në për oda e në gjami, fjallët e tyre plot urtësi. Si kur në lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në gjdo kohë, në gjdo vend, fjallët e tyre ka në zanë vend. Shumë të ëmbla fjallet tuja, bushin zemrën plot iman, ju o prijës të ummetit, nga ju mësum Kur'an. Ju o bartës të amanetit, për ju janë kopshte gjennetit, në kokët uja shëndrit dia, fjallët e juja zëvend urëtësia. Si kur në lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në për oda e në gjami, fjallët e tyre plot urtësi. Si kur në lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në gjdo kohë, në gjdo vend, fjallët e tyre ka në zanë vend. Me Kur'an e me sunet, në gjdo vend gjykua drejt, shumë nga tresa ju I zgjidhet, veç pun të mira gjdo herë thiret. Qalman koksa bukurri, e mimbeli merjeshi, veprat juja plot rahmet, në takov të Zotin gjennet. Kur e retron daron bivend, shumë nga ju ngritet në kam, si me të vepra për me I kthy, shahit lëkut me jamësi. Si kur lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në për oda e në gjami, fjallët e tyre plot urtësi. Si kur lufte, si kur në paq, hoxalarët I kemi pas, në gjdo kohë, në gjdo vend, fjallët e tyre ka në zanë vend. Të dashur miq, tani për radhë, me shumë respekt dhe nder e ftojmë autorin e librit Historitë e pejgamberëve në Kur'an, hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi, që të ndajë me ne disa fjalë. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhruar për mirësitë dhe begatitë e Tij të panumërta ndaj nesh. E sigurisht se prej mirësive të Zotit është që na mundësoj ta presim këtë muaj të bekuar. Prej mirësive e Tij është që na mundësoj edhe një ditë agjerimi ta agjerojmë. Prej mirësive të Tij është ndaj nesh është që na mundësoj në këtë sofër së bashku të takohemi e të bashkohemi. Gjithherë filloj me falendrim ndaj të Madhit të Zot.
sepse thjesht nuk meriton askush me shumë falenderim se sa i gjithëmshirshmi krijuesi i gjithësisë. I nderuari Mufti i Tiranës, miku im i zemrës, hoxha i njohur Bilali, me shoqërues të vet. Të nderuar hoxhallar e kryeimam të Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës dhe Gjetiju dhe vendeve tjera fqinje. Të nderuar kolegë të fakultetit tim, të nderuar përfaqësues të qeverisë, ju deputet, të nderuar përfaqësues të partive të ndryshme politike, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të kekut një delegacion krye me drejtorin general, ku i uroj mirëseardhje, faleminderit shumë Zoti, ju nderoft, ju shpërbleft, po ashtu kemi drejtorin e kesit këtu të cilin edhe të falenderojmë dhe përshëndesim. Kemi përfaqësues të policisë, të ushtrisë të cilët i përshëndesim nga zemra. Kemi shok e hoxhallar e miq nga trojet tona shqiptare, nga Olqini, Tuzi, Maqedonia, Lugina e Preshevës. Kemi vëllezër tanë të cilët kanë ardhur mysafir të nderuar nga diaspora, nga Belgjika, e Gjermania, e Zvicra, e Italia, të cilët kanë ardhur për këtë iftar. Juve vëllezër, kolegë të mi e xhamat të gjithëve, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se keni ardhur në këtë iftar, në këtë sofër të iftarit, që është pjesë e këtij Ramazanit e që është shtyllë e këtij Islamit, e sa i madh është ky Islam. A ka diçka në këtë gjithësi që ekziston e që është më madhështor se sa dini Islam? Thuaj ndryshe. Me qka ja vlen njerëzit të krenohen, e të gëzohen, e të lavdrohen, e të mburren në këtë dynja, më shumë se sa ata që Allahu i ka udhëzuar e ka drejtuar, më shumë se sa me Islam. Këtë na cek edhe i madhi Allah Azza wa Jall, i cili thot: "Qul fa bi fadlillahi wa rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu hua khajrun mimma yajma'un." Le të gëzohen njerëzit me mirësinë e begatin e të madhit Allah Azza wa Jall, sepse ajo është shumë e dobishme se sa ajo që njerëzit e grumbullojnë, se sa pasuria, se sa krejt dynjaja. Me besoni, shumë herë ndalem, kujtohem, veçanti kur kam të kohë të jem vetëm dhe të meditoj, e mërzitem pse njerëzit e mi, muslimanët e mi, nuk gëzohen shumë, apo nuk ja din kimetin si themi ne dinit Zotit. Pse ne herë e lojmë dinin se kurse në rangin e dytë. E pranuam apo nuk e pranuam. Pse nuk bojmë çmos që çdo herë dhe gjithherë për ne primare të jetë kjo pasuri ka që shtrejt me të cilën Allahu na ka ndëruar, e që është jetuarit me këtë Islam. Ka ma krenari se sa ti jesh musliman? Për ata Allah i madhruar thot: "Walillahi l'izzatu, wali rasulihi, wali l'muminine,
walakin el munafiqin la ya'lamun. Krenaria i takon Allahut e pejgamberit të tij, u takon edhe besimtarëve. Andaj bëheni krenar, o ju musliman, me këtë din madhështor. Nuk keni pse ta ulni kokën kurse Allahu zamrat e juaja u a kanë ndriçuar. Kurse jeni miq dhe veliat madhit Allah të cilët e qonin vend fjalën e Zotit. Nuk kem arsye të qëndrojmë kokë ulur, po gjithsesi duhet qëndrojmë kokë lartë, e krenar, me këtë pasuri e madhështi të këtë dinit të madhë, i cili është i ëmbël, krejt është i ëmbël. E për ta shijuar këtë ëmbëlsirë të këtë dini, dohet me njoft natyren e dinit, dohet me njoft krijuesin, i cili është pronar i këtij dini. Dohet me njoft fen, dohet me dasht fen, dohet me praktiku fen. Thjesht, ne të gjithë që agjerojmë, madje edhe ata të cilët nuk janë të rregullt në namaz, por vetëm agjerojnë, a kënaqen gjatë muajit Ramazan? Gjithsesi se po. Nuk e gjbojnë as një ditë Ramazani me çfarë do çmimi qoftë. Pse? Sepse e besuan, sepse e praktikuan, dhe si rrjedhoj edhe e shijuan. E shijuan. Për ata muslimanët, e shijojnë edhe urin gjatë Ramazanit, e shijojnë syfyrin, e shijojnë iftarin dhe krejt Ramazanit. Ngjajshëm, janë edhe ata të cilët e praktikojnë namazin, e besojnë, e praktikojnë, andaj edhe shijojnë, e ndjejnë në zemrën e tyre, dhe si rrjedhoj e kanë namazin primar. Po t'ju jipte përzgjedhje, apo të kërkohej prej tyre se çfarë dëni, sepse e ke qastin me vdek, në qastet e fundit të vdekjes, do të kërkoni me falë 2 recate namaz. Ka arë puna me vdek? Po, veç 2 recate namaz të falë. Kaq. Dhe kështu është të tërfeja, është të shtrejt, është të ëmbël. Po, është të vërtet se kjo ëmbëlsirë të cilën e shijojmë ne, nuk e shijojnë të tjerët. është të vërtet se të tjerët madje edhe i rretohen prej feje, po është të vërtet. është të vërtet se edhe luftojnë, po do është të vërtet. Dhe ne jemi duke i parë, se si njerëz, individ, shoqata, nga mbrana dhe nga jashtë, bojnë çmës për ta luftuar dinin e Zotit. Ma të shtrejtën, ma të tëmblen, që posedojnë njerëzit, pasurin më të shtrejt, duan ta luftojnë. Ta luftojnë. Se kurse na gjelezojnë për këtë begatit madhe, pasurit madhe me të cilën Allah na ka pasuruar. Por e kuptojmë edhe këte. E kuptojmë edhe luftën e disa islamofobëve të cilët e bëjnë kundër muslimanëve. E kuptojmë. E kuptojmë përpjekjet e tyre për ta shuajtur nurin dhe dritën e Zotit. E kuptojmë sepse i njohim ligjet e Zotit. E ligji i Allahut është që të teshen, të luftohen kufri dhe islami, e mira dhe e keqa, e drejta dhe shtremta. Gjithmonë ka pas dëshmën të dinit. Dhe ja, kjo e vërtetan. Këto e gjenë prej fillimit të dynjas. Prej fillimit të dynjas, kur i madhi Zot nuk e la këtë botë pa njerëz të këqij. As mujti mi bë këtë musliman. Kur i madhi Zot
nuk la ndonjë burr të madh prej Nuhit alayhi salam deri te Muhammed Mustafaja dhe ata nxënësat e tyre e pasuesit e tyre misionarët e tyre e që Zoti nuk ju dërgoi dushman. Pra që kanë ligjet e Zotit. Thuaj ndryshe, e qysh me kuptu se je burr i mirë. Nëse nuk spravohesh nga të këqit, nëse nuk të luftojnë ata. Andaj, kuptoj se diçka të rëndëmt. Nuk e bonami. Thjesht, pse të mërën për goje, pse të thombuan, pse të shanë, e të tjerë. Nuk e bonami. S'ka problem. Në dhimben njerëzit. Në dhimben fort. Pse dhe ata nuk janë dinë sikur se ne. Pse dhe ata nuk e shijojnë këtu të mira të këti dinë, në dhimben. Por, Zoti ka ndorë ata. Qysh na ka pasë ndorë edhe neve dhe na ka. Përpiqemi dhe bëjmë çmas, që ti jem model për ta. Ti jem shembull dhe rnek. Ti bëjmë davet. Ti durojmë, por dhe ti kundërshtojmë, edhe jo të heshtim. Qysh na ka mësua Allahu, po dhe pejgamberi i tij, që të qëndrojmë karshi dëshmanëve të dinit. Të nderuar, me gjithë këto kritika, luftra, përpjekje, të vjetra, para një kohë, tashme, e do të vazhdojnë deri në kiamet, për ta shuajtur nurin e Zotit, dini po hec. Feja po hec. Feja po hec. Shqiptarët për çdo vit, për çdo ditë, përqafojnë dinin e Zotit. Allahu është dëshmitar dhe i ne jemi me abdes. O në rrugës duke ardhur, këtu, apo pak më heret, me thirrën një grua prej diasporës. Dhe më tha, i kam dy lajme. Lajmin e parë dua të përgëzoj, edhe të dytën e kam një pyetje. Hajt për herë kohë, çka është përgëzimi? Tha, kam nis me fal për Ramazanit e di që gëzohesh. Thash Allahu të gëzohet, s'm gëzove. Po për ditë kështu falen muslimanët. Po për ditë janë nisën me fal muslimanët. La ilaha illallah. Për ditë janë nisën me fal. Për çdo ditë. Kjo është krenari, kjo është kënaqësi. Kjo është pasuni. Nuk ka institucion shtetëror, kompani shtetit, e private, e firmë të madhe, e firmë të mesme, e firmë të vogël, që nuk kemi djem dhe vajza të cilët i binë Zotin sejdë. Për çdo vit njerëz të ri që agjerojnë. Për çdo vit, madje çdo muaj, madje çdo javë, ndoshta çdo ditë, njerëz të cilët e praktikojnë këtë din, falin namaz dhe kështu me radhë. Elhamdulillah, prej të madhit Zot te bareke ve taala. Kthehemi në atë për çka jemi të buar. Jemi mbledhur për ta promovuar këtë libertimin ku jam shumë i nderuar. Vërtet jam i nderuar që jam para jush një numri jo të vogël, mbi 500 veta, nga trojtë ndryshme shqiptare, madje nga diaspora, të profileve të ndryshme. Qetëseki, miku im, panelisti i parë, doktor Asimi, të ngjyrave të ndryshme, të shtresave të ndryshme. Kjo është madhështi. Na keni nderuar të gjithë që janë ardhur në iftar. Në veçantë na kanë nderuar këta dy kolegë të mi, dy doktora të cilët nuk është edhe shumë mëte që janë kthyer nga bota arabe dhe kanë pasuruar këtë popull, këtë vend me dijen e tyre që ka dhënë i madh Zot. Doktor Asimi, panelisti i parë, i cili më ka nderuar kur ka pranuar me redaktu këtë libër, pas e kam përfunduar, dhe shqetësek edhe vetë, vërejtjet e tina, sugjerimet e tina, i kam marrë me sinqeritetin më të madh, dhe i kam praktikuar, i kam zbatuar, libër i kam përmirësu, dhe atë kam vërejtur se Rasimi është një njeri vërtet akademik, dhe lëm Kosova që ka pritë, që ka ardhur, njeri i pendës, shumë i Zoti në shkencat fetare. Kështu që më ka bën një nder të mirë dhe është një ndihmtar i mirë
i këtij libri i cili gjendet sot dhe hesenik i këtij libri i cili sot është para jush. Doktori Blerimi, unë e them kadia, e kemi kadi, sepse është kadia i parë në trojet shqiptare që ka doktoru për kadi. Tamam profesioni kadi. Kadi më me qenë dhënë bashkë me rasimin të dytë kadi, por kadi tamam hakikat me letër original është që i pari në Kosovë, Blerim Veliu, i cili ishte panelisti i dytë, për çka dhe këtë falenderoj shumë për vlerësimin e tij, respektivisht për vërejtjet e tina për atë cilën na tha para jush. Këtë libër të dashurit e mi e kam ndruar që 10 vite parafërsisht për ta shënuar. Por, që shtot populli parë kësmeti zbahet kurqë. Mënëm janë njësti libri, e del një libër një pun tjetër, e mërëm i libër tjetër. E lekte. Mënëm, apet më marrë me te, e lekte, e mërëm i libër tjetër. Pastaj, për këtë libër më ka ndasht, që cike dhe hoxha doktore Rasimi, me përmbledhur krejt ajetet koranore që flasin për pejgamber të Zotit nga fillimi dhe në fund Koranit. E mu Zotim ka ndëruar dhe veç që kanë komentuar ajetet koranore, kam arrit deri gjuzin 27 dhe kam kaluna për të gjithë pejgamberet. Andaj ka lind ideja që pse si bëjmë tani një liber e mja afrua popullit tim. Me afru këta njerëz këtë popull me këta burrat më dhej. Zoti kur nuk e ka lanë njerëzimin pa burrat më dhej. Nuk e lanë. Me momentin që nuk ka burrat më dhej, që nuk ka musliman, bëhet kiameti. Burrat më të më dhej janë pejgamber të Zotit. Njeriu për më ngrit, dhe të më rejt me burrat më dhej. E shqiptarët e tonë, pse kanë lërsuar odat dhe kanë çmuar odat, sepse në te janë nërë burrat të më dhej. Sigur sa ta 2 burrat që të më dhej, Allahu i nderoft e i bekoft, dhe të tjerë. Në për burrat më dhej, janë krijuar gjeneratat të mëdha. Për me qeni madhë, do të me pasu gjurme të mëdhenjëve. Këta janë njerëzit më të mëdhej që pati njerëzimi. Të lexosh për pejgamber të Zotit, është tamam të rkthehesh në kohë. Kthehesh në kohë. Dhe në gjatë tërë kësaj periudhe, jam munduar që të kthehem kohë të jetoj me këta njerëz. Dhe shëmër më është dukur se po i shah me sy. Dhe një pjesë pak, po e përjetoj të vujtjeve të tyne, po edhe të ledve të tyne. Këta janë mërzit shumë për imetin e vetë, për imetet e veta. Këta kanë bërë që mas. 950 vite Nuhi alayhi salam. La ilaha illallah. Natën e ditën. Çdo të bim, çdo mezhles, çdo mënyrë, çdo metodë. Të mundum ja shpjegoj njerëzve, ju njerëz. Ju njerëz, nuk adhurohet guri e druri, ju njerëz. Ju njerëz. Adhurojnë atë që ju ka krijuar. Bëheni mirënjohës ndaj Zotit të gjithësisë. Mos e përbëzni të mirat e Zotit. Ju njerëz. Guri e druri, idhujt e statujat, nuk posedojnë asgjë. Pse po i shejtroni, pse po i madhëroni? Ju njerëz, ju hidhrohet Allahu. E ktheheni te Zoti para se më bëvan. Para se më bëvan, sepse dikur të gjithë e kuptojnë, ama të gjithë, por ju bëhet luan. Andaj këta janë mostra, modeli më i mirë për neve. Ja munduar të jetoj me ta, të kënaqem me ta. E sigurisht se kam pas shumë qef, që ceka që
t'ja afroj edhe popullit tim një përmbledhje historish të këtyre burrave të mëdhej. Por me qenë është fillimi i dunjas dhe me propozimin e doktorit Rasim e kam bërë pastaj, pasi kam kryu këta kapitullin e parë, krijimin e dunjas. Qa është kriju sen i parë në këtë dunja, e kam cekur këtu. Cëlla është krijesa e parë në këtë gjithësi, kur s'pati asgjë. Edhe kështu me radhë. Ja mundu me ngjesh me një huri, pa dasht me rëndu dhe me zgjeru librin shumë, ani pse edhe kështu ka da libri i madh, në 2 vëllime për minimi faqe, por si të qëtijet jam i bindur, jo se libri im, por se në pejgamber të Zotit. Pse në pejgamber të Zotit dhe ka të bëjmë tërgimet burrave më të mëdhej në dynjat, a i njeri cili anis me lezu këtë liber, nuk besej që mund të lenë për e lezu. Së kurse që shumë besoj, e shpresoj, që shumë herë edhe let nuk ka me mujt me i nalë. Së kurse autori i këti libri. Është madhështi që të është me burrat mëdhej. Ta shprehet fjallorin ton, dialektin ton, ta nxirrin veten pe huj këta. Ta të kallëzojnë se të si e kërkushit. Se ti si e kërkushi, andaj para se më bovan, më ndaha më bo dikushi. Më ndaha. Sepse burrat të mëdhej janë të mëdhej. Allahu i ka përzgjedhur, e të lumt ata për veten e tyre, e të lumt ata që kanë besuar ata, e të lumt ata që kanë pasuar ata. Për më shumë, unë nuk kam që ka flasë sepse folën panelistët e ndëruar, fletë edhe vetë i libër për ata që duan të lexojnë. Unë nuk kom beti tjetër pos që falenderoj të gjithë dhe juve, falenderoj dë pleqë të ndëruar atje, ishmi fty në Kosovës Mullajetishin, dhe në krahtina plakën në rëgovës të Kosovës Haxhi Rahmanin, Zoti ju nderoft që keni gjithë ku e një ardhë, edhe që në fillim harrova të falenderoj miqtë e mi nga Turqia, të cilët na kanë nderu fort, të cilët janë prezent, e që me kanë bërë befasi ta them të drejtën, sepse se kanë prit që së të në ndërojnë këtë mezhlis, Zoti ja shkruft sevap e shpërblim e nderegja atyne, edhe të gjithë juve. Sigurisht se një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për sponsorin këtij iftari, i cili ka shprehur dëshmëri që ta hiq këtë iftar e lëmë ai për veten e vet, e pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith ka thënë, i cili e jep iftar një personi, një vllau, një motre, e ka sevapin e tij pa i pakuar atina hiç, Zoti ja shpërbleft. Dhe po ashtu nuk mund të harroj pa i falenderu edhe ata të cilët kanë kontribu shumë që ky libër të del. Në këtë kohë, ju i duket ndoshta që dëshme, por unë për herë të parë librin e prej ka përdore pak më herët, sepse nuk ka dalë më herët libri. Kanë bërqmës stafi për me dalë librin sot, dhe libri ka arë sot pak para iftarit. Këtë që asun se kanë pa më herë, se kanë pasë ndorë, i falenderoj ata shumë që kanë punue shumë deri tek ai pronari i shtypshkronës, i cili ka nejtë edhe natën e ditën e Ramazan e agjerushme, vetëm për me pas librin ton sot para vetës. Falenderim edhe një grupi vëllezërsh të cilët një pjesë të madhe të librit e kanë sponsoruar dhe ata kanë shprehur dëshmëri me udhëru juve të gjithë dhe nga një kopje, e keni prej tyne. Shkrimi pe jam, pe meje, redaktimi prej tyne, ndërsa pe atyne është Leku që merr një kanë libër të gjithë. Kur delni, inshallah Zoti ju shpërblet të gjithë, dhe për fund krejt, po na mungon një burr i madh, të cilën para pak kohë e kemi përsjell për ahiret, Bajram Qerkinin, një lider të madh, një burr të madh, një adhëtar të madh, të cilin vitin e kaluar e kishëm këto një iftar, edhe vitin e para kaluar e kishëm këto një iftar, e si vjet po na mungon
sepse ka shku të Zoti i tij, por këto e ligjet Allahut, edhe ne nuk e dimi vitën e ardhshëm kush jemi gjallë e kush nuk jemi gjallë. Na bën halal për kohën, na bën halal për çdo gjë. Zoti ju nderoft, e ju bekoft, e ju shpërbleft. Faleminderit shumë të gjithëve, në veçanti atyre që kanë ardhur nga larg, po edhe juve që jeni nga afër. Keni lanë punë, obligimet juaja, keni lanë sofrat e iftarit në shtëpitë e juaja, familjet e juve, me dëshirën për më na përgjigj ftesës tonë. Zoti qoftë i kënaqur me ne dhe me ju. Allah na bashkoftë në hajër, ja Rabbel Alemin. Shumë faleminderit të gjithëve, faleminderit stafit tim, faleminderit të gjithëve, miqve, shokëve, dashamirëve, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi, duke uruar që ky mos të jetë libri i fundit, por të jetë vetëm libri i radhës. Të nderuar dhe të dashtën të pranishëm, sonte kemi kaluar një mbrëmje të bukur, duke reflektuar mbi jetën dhe mësimet e pejgamberëve përmes librit të çmuar Historitë e pejgamberëve në Kur'an, me autor Hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi. Deri në takimet e radhës, miru pafshim, paqe dhe selame për të gjithë. Ai ka qenë Resuli par, thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah ti dërgove Nuhin, ai ka qenë Resuli par, thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mirahet, po prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë na banë nder. Po prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë na banë nder. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Halilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-hunafa. Baba i gjithë pejgamberve, ishe ti Halilullah, o i madhi Ibrahim, ja imam al-hunafa. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mirahet, po prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë na banë nder. Po prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vlerë, shumë na banë